I pari në beslidhjen e lehtë është mbriti Arjanit Golem Topia, luftëtar me emër dhe autoritet të madh. Ishte për një fisi të lashtë. Kishte një përvojë shumë të madhe në punën e luftës. Pas tij erdhi Andrea Topia bashkë me dy djemt, Kominin dhe Muzakën, dhe nipin Tanushin. Thuhet se të parat e Andrea Topias kanë themeluar Krujon dhe Petrelen. Sëndimi i tyre ka qenë midis Tiranës së vogël dhe Durrësit. I radhës që mbërriti në beslidhje ishte Gjergj Stresi, nipi Skënderbeut. Erdhën shumë përfaqësues edhe nga fisi i Muzakajve, që kishin të njëjtat dëshira si Skënderbeu. Pastaj erdhën Nikol dhe Pal Dukagjini, që të dy të sprovuar në luftë, por Pali në krahasim me të tjerët, ishte më i dëgjuar për përkushtimin e tij ndaj fesë. Erdhi edhe Lek Zaharia, i cili e ka mbrojtur si askush tjetër anën e Skënderbeut me besnikëri. Përveç këtyre erdhi edhe Pjetër Spani, bashkë me djemt Aleksin, Boshdarin dhe Vruon. Pastaj erdhi Lek Dushmani së bashku me Pjetrin dhe princer të tjerë fqinj pas tyre. Erdhi Stefan Cernovici bashkë me djemt Gjergjin dhe Janin. Në beslidhjen e lezhësh nuk munguan edhe princërit Venedikas,